Dhe ja ku jemi dashur me bashkë në pjesën e parë të emisionit Familja Jonë. E paralajmërova në fillim të emisionit që kemi materiale të shumta për 2 orë sa do jemi bashkë, me mysafir të ndryshëm, me receta të shëndetshme, me informacione të problemeve të cilat në vazhdimsi në përditshmërinë tonë ndodhin e që ndoshta ndonjëherë nga neglizhenca edhe nuk dim si t'i trajtojmë. Por ajo çka është më e rëndësishme, do të flasim edhe për risit. Ju e dini që Familja Jonë çdo herë është derë për të gjitha ato institucione të cilat bëjnë diçka në të mirë të qytetarëve. Nuk ka rëndësi se sa afër apo larg qytetarit është, e rëndësishme është qëllimi i tyre. Nëse një institucion, një klinik, një ordinancë, një person ka një qëllim ku mund të përfitojnë shumë qytetarë, Familja Jonë është gjithmonë ajo dera e hapur për të gjithë në mënyrë që të jemi informata e saktë nga burimi i duhur dhe burimi i saktë. Shpesh është shqetësuese, por shpesh flasim për shëndetin vetëm atëherë kur lind një problem shëndetësor, gjë që nuk do duhet të ndodhte. Në Familja Jonë shumë shpesh e kemi thënë që shëndeti është prioritet dhe nëse kemi kohë për vete, për flokët tonë, për thojtë tonë, për makinën, për rrobat tona, pse mos kemi kohë për një 10 minutë, për një check-up, për një kujdes, për një kontroll që domosdoshmërisht me bindje të plotë them mund të na sigurojë një cilësi në jetën tonë. Nuk ka rëndësi kur themi jeta është e shkurtë. Jo kemi vetëm një jetë, na jetojmë çdo ditë. Është shumë e rëndësishme të jetojmë atë jetë cilësore edhe me shëndet të plotë. E këto e bëjmë vetëm duke qenë të informuar mbi shëndetin tonë.